Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriçi, përzhvillohet një vëmendari shumë interesante dhe respektuese për figurat e mëdha të sportit shkodan në këtë disiplinë. Aktualisht përzhvillohet kupa e ikonave Fethi Dizdari. Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës Izmir Smajlaj prezent në këtë aktivitet. Kënaqësi e veçantë, një aktivitet që po lën bresa tek 5 marsit. Pa diskutim që po gasi. Federata Shqiptare Atletikës në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Shoqatën e Atletikës Vllaznia ka nderin me zhvilluesat kupën e ikonave Fethi Dizdari. Një figurë e shuar që ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh në sportin shqiptar, veçanërisht në atletikën shqiptare dhe asaj shkodrane. Ne nëpërmjet këtyre aktiviteteve si federatë duhet të përcjellim mesazhe që këto figura që kanë dhënë kontribut kaq të madh mos lehen harres, mos lehen masdore, por t'i kujtojmë për kontributin e tyre, sepse vetëm kështu mundem me ndërtu të ardhmen dhe janë një frymëzim i madh për gjithë ne dhe për të gjithë brezin e ri. Dhe ju garantoj që Federata Shqiptare e Atletikës do ta kthejë një traditë nderimin e figurave, ku do jetë çdo vit figura të ndryshme dhe të disiplinave të ndryshme. Izmir Smajlaj, ne së bashku kemi realizuar shumë intervista në këtë stadium, në këtë pjesë, dhe mos tek gropa e kërcimit dhe atëherë kur ju spikasit si kampion të rekordmen e kërcimit së gjatë dhe të rahapësh. Por sot në cilësinë e presidentit, ndryshojmë pozicionet, si ndjeni veten? Grazie, e thanë drejtën në dytë kam pas fat gjithmonë kur kam ardhur edhe për studio, kur ke ardhur në stadium, gjithmonë nuk kam thënë një rekord ose e gjak, kështu që ke keni marrë që në fillimet e mia. Kurse në rolin e presidentit, besoj që është një pozicion që kërkon shumë punë, shumë përkushtim, sepse duhesh me menu edhe për atë fëmijën e vogël 18 vjeç që vjen këtu në stadium dhe për me ndërtuar të ardhmen e tij. Thatë që unë pas kam qenë edhe shansi apo fati juaj se së herë kam qenë prezent, keni thyer rekordin e shpallur kampion dhe sukseset e tjera, por shpresoj të jem fati juaj edhe në misionin e presidentit të federatës. Faleminderit shumë gaç, shpresoj të jetë ashtu, sepse kena një rrugë shumë gjatë përpara, projekte afatgjata, ku shpresojmë që atletikën ta shtrijmë gjitha qytetet e Shqipërisë dhe jo vetëm në këta qytetet kryesore. Cilat janë disa nga garat e këtij fundviti dhe sidomos programi për 2026? Javën e ardhshme kemi nderin me figura Vildan Tufi, ku do jetë një aktivitet shumë emocional për mua, por që do flasim javën e ardhshme për më tepër. Kemi kampionatin kombëtar të krosit që do zhvillohet me datën 1 nëntor. Dhe mbyllen aktivitetet për këtë vit dhe do shohim për vitin 2026, ku kena gjitha ato aktivitete të rëndësishme, kampionate europiane, botërore, Small States, ku Federata Shqiptare e Atletikës ka rastin që besoj shumë shpejt Franku Burrej do shkojë një fazë paraqititore 6 muaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Super, kjo është një lajm shumë i gëzuar për Burrejn dhe për atletikën shkodrane. Pa diskutim po që po, të japim një mundësi Frankut që edhe të ecim më tepër, të marrim një eksperiencë tjetër. Faleminderit Izmir, faleminderit zoti president për këtë intervistë dhe mbarësinë në detyrën tuaj. Grazie, shumë faleminderit dhe një diçka të fundit. Shpresojmë shumë që dhe besoj që do bëhet që vitin e ardhshëm atletika do jetë pjesë e projekteve sportive në shkolla. Presim aprovimin e kryeministit dhe do ishte një hap shumë e rëndësishëm për atletikën shqiptare. Sukseses! Faleminderit!